Si çdo fundviti për shkak të festave, rrugët e vendit tonë mbi ngarkohen për arsye të ardhjes së emigrantëve pranë familjeve të tyre për të festuar ndërrimin e viteve. Prefekti i Qarkut Dibër Nezhbedin Shehu thotë se janë marrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në një periudhë kur pritet rritje e ndjeshme e numrit të emigrantëve që kthehen për të festuar në vendin e tyre. Nga ana tjetër, prefekti Shehu theksoi se strukturat e policisë së shtetit janë në gatishmëri të plotë 24 orë, duke shtuar prezencën në rrugë, sheshe dhe zona me fluks të lartë lëvizje, me qëllim parandalimin e incidenteve dhe garantimin e qarkullimit të sigurt. Kjo është traditë, në fund vitit shtohet numri i emigrantëve, kuptohet shtohet dhe problematika. Ne po hapim udhëzime dhe institucionet kanë marrë udhëzime pritur vitin e ri si që ka hije. Detyra ka marrë policia e shtetit për të rritur përqen e pranishme në rrugë, në sheshe, kudo ku ka njerëz. Spitalet kanë marrë udhëzime agjenci që kontrollojnë restorantet apo ushqimin social. Gjithandej janë marrë dhe po merren masa për ta pritur në mënyrë dinjitoze vitin e ri si gjithë Shqipërinë dhe qarkun tonë. Autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe të bashkëpunojnë me strukturat shtetërore për një fundvit të qetë dhe të sigurt.